Pas ngjarjeve të një dite më parë në aeroportin e Vlorës, shoqëria koncesionare Vlora International Airport dënon me forcë ngjarjen në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Ashtu siç Via paralajmëroi publikisht dhe institucionalisht deklaratat e fundit të MAPCO-s dhe të zotit Pacolli për një të ashtu quajtur rikthim në kantier, nuk ishin si qëllim rifillimin real të punimeve, por krijimin e një incidenti artificial, dëmtimin e imazhit të shoqërisë koncesionare dhe ushtrimin e dhunës dhe presionit mbi institucionet dhe mbi administrimin ligjor të projektit. MAPCO nuk u paraqit në kantier me një plan pune, me procedurë, me autorizim të vlefshëm, me dokumentacion teknik, me koordinim institucional, apo me një proces normal ndërtimor. MAPCO u paraqit me persona të paautorizuar, me grumbullim, me dhunë dhe presion fizik dhe me një skenar të qartë për të prodhuar konflikt, përplasje dhe pamje mediatike. Ky nuk ishte rifillim punimesh, ky ishte një akt i pastër presioni, sulmi dhe vetgjyqësie. MAPCO nuk punoi kur kishte detyrimin të punonte, kur duhej të zbatonte kontratat, kur duhej të respektonte afatet, standardet dhe përgjegjësitë e saj. Sot në vend që t'i jap llogari për dështimet dhe shkeljet e saj, tentoi të shndrojë kantierin e aeroportit të Vlorës në sken konflikti publik, me qëllim të vetëm dëmtimin e reputacionit të Vias dhe krijimin e perceptimit të rrem se kontrolli i projektit mund të merret me forcë. Vias sqaron opinionin publik se bartëse e vetme e kontratës për ndërtimin dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës është shoqëria koncesionare Vlora International Airport. MAPCO nuk është koncesionari, MAPCO nuk është autoriteti kontraktor, MAPCO nuk është organ administrues i Vias. MAPCO nuk ka asnjë tagër të hyjë në kantier, të komandoj staf, të ushtrojë presion, të thras palë të treta, apo të imponoj me forcë një situatë faktike jashtë ligjit dhe jashtë kontratës koncesionare. Asnjë pretendim kontraktor, tregtar apo shoqëror nuk i jep të drejtë askujt të sulmojë dhe të ushtrojë presion mbi stafin e shoqërisë koncesionare, të pengojë aktivitetin e ligjshëm të Vias, apo të krijojë kaos të qëllimshëm në një projekt strategjik kombëtar. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës nuk është pronë e MAPCO-s, nuk është sken për propagandë personale, nuk është instrument për të mbuluar dështime kontraktore. Via do të vijojë të mbrojë me çdo mjet ligjor stafin e saj, kantierin, integritetin e projektit dhe interesin publik që lidhet me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, përfundon reagimi publik i shoqërisë koncesionare Via.